Lore Klipoveci, mirëmëngjes, mirë se erdhe në studio. Mirëmëngjes, mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Kënaqësi që të flasim sot veçanërisht për një çështje shumë të rëndësishme që me e nisin, nuk është që bisedojmë shpesh apo jo Anis? Jo, edhe vërtet është të jetë e dëshirueshme edhe me dëgju se ç'është situata në terren për këtë çështje, sepse bota është sot aktualisht të jetë e tensionuar dhe është duke u përgatitur për këto lloj veprime të rastësishme që po ndodhen shpesh herë. Po, është vërtet se tani më jemi fakt para 2 vatrave të luftës në Ukrainë që disa vite, tani disa ditë ka filluar lufta dhe në Iran, do të thotë, po ashtu në mbar globin janë disa vatra tjera më të vogla të konflikteve. Edhe gjitha këto kanë rënduar situatën gjeopolitike dhe veçanërisht situatën e sigurisë ndërkombëtare. Prandaj është mirë që ne të marrim disa masa si shtet, si shoqëri që të jemi të përgatitur. A jemi të përgatitur ne si shtet? Po, si shtet, jemi fakt shtet i ri dhe aspekti mbrojtjes civile, e cila ngërthen këtë para përgatitje dhe këto masa, është jo i mirë, jo i duhur, sepse çalon në disa pjesë. Megjithatë, ne duhet si shoqëri të jemi më të përgatitur. Do të thotë Republika e Kosovës duhet të mendoj për mbrojtjen civile dhe emergjencat civile, sepse nëse nuk jemi të përgatitur, atëherë shtohen rreziqe dhe shoqëria përballet para një problemi ekzistencial. Do të thotë ne nuk e kemi të funksionalizuara alarmat publike, që është ABC-ja e mbrojtjes civile. Do thotë s'kemi hiç alarm. Jo, as në kryeqytet. Faktikisht kryqëzeti e ka. Kryqëteti ka testuar disa herë. Klasik që quhet përmes alarmit. Prishtina ka edhe e ka funksional, por pjesë tjera të vendit, do thotë gjitha qytetet tjera nuk e kanë funksional, kurse dikur para disa dekadave çdo qytet e ka pas funksional. Pa e dim na si qytetar që është funksional dhe çka ndodh nëse bie çaj alarm, ç'a më bëna? Tani kjo është faza poshtë që duhet të jenë funksional, prandaj ne nuk i kemi si shtet përpos Prishtinës. Faza e dytë është duhet të ekzistojnë ushtrimet me ekipe të veçanta se si duhet sillemi, duhet qytetarët të njoftohen me fletpalosje. Çdo shtëpi duhet ta ketë fletpalosjen se si duhet veprojnë në raste të emergjencave. Sepse emergjencat nuk janë vetëm për zjarre dhe vërshime apo situata fatkeqësive natyrore, por janë situata të fatkeqësive të shkaktuara nga njeriu, ku hyn edhe lufta, gjendje jashtëzakonshme dhe fatkeqësi teknologjike këto. Ne jemi fort të papërgatitur si shoqëri. Kompetente për këtë është Ministria e Punëve të Brendshme, konkretisht Agjencia për Menaxhim Emergjent, e cila duhet ta koordinoj situatën para përgatitore dhe në rast nevoje. Këtu çalon Republika e Kosovës sepse Agjencia për Menaxhim Emergjent nuk ka pas vëmendjen e duhur të shtetit, as nga ana aspektit të buxhetit, as nga ana aspekteve organizative dhe strategjike, ashtu siç duhet. Tani me mënyrë e kanë neglizhuar, e kanë ignoruar këtë çështje. Dhe e kanë ignoruar prej fillimit ndërtimit të shtetit, mos flasim veç viteve të fundit. Sepse është e pamundur mos me u trashëgu pastaj nëse dikur ka pas një vëmendje më të madhe kjo agjenci. Po, faktikisht agjencia është krijuar pas luftës. Si një herë ka qenë departament kodë Ministrisë Punëve të Brendshme, pastaj si agjencion në kodët Ministrisë Punëve të Brendshme. Kompetencat kanë qenë të përzierë sepse ne nuk kemi qenë shtet. Po, që mos me u fut shumë në detajet të agjencisë dhe të ministrisë, sepse edhe sigurisht nuk jemi kompetent ndoshta të flasim për këtë çështje. Më mirë është si të sillen raste të tilla qytetarët kur nuk kanë një fletushk apo një informacion as nga ministria, as nga agjencia, as nga shteti. Çfarë të bëjnë nëse ka një alarm dhe ai alarm mund të vijë vetëm në kryeqytet fatkeqësisht. Unë shpresoj se shteti, institucionet shtetërore duhet të organizohen pak më mirë, duhet të organizojnë së paku një mesazh të ju dërgojnë qytetarëve në rast krize ose një rreziku permanent. Pastaj qytetarët vetë duhet të informohen sepse tani kanë mundësi përmes rrjeteve sociale, përmes internetit, përmes mjeteve të komunikimit të informohen më lehtë se sa në të kaluarën. Duhet se çdo shtëpi ta ketë një lloj pakete familjare për mbrojtje civile. Kjo është e domosdoshme, do të thotë një kuti të ndihmës së parë, disa mjete, një radio me bateri, disa fasha dhe është e domosdoshme që të ketë 3 litra ujë për çdo antar të familjes në rezervë, ujë të pijet. Këtë lloj pakete sigurohet nga shteti apo jemi të obliguar vetë tiju? Si është sistemi ose radio ose qytetarët, personat privat janë të obliguar dhe gjithë qytetarët ta kenë
me financat e tyre. Kurse shteti obligohet që të financoj personat juridike dhe institucione. Do të shkollat, spitalet, mbar administratën publike duhet të jenë të financuara këto nga shteti, kurse ne qytetarët obligohemi që vetë të sigurojmë mjetet tona, sepse konsiderohet si mjetet domosdoshme për mbrojtje. Një pjesë e madhe qytetarëve nuk i kanë, edhe nuk e kanë ndjenjë. Jo, se kanë ndjenjë, se fatkeqësisht asun se kam pas ndjenjë që duna mi pas 3 litra ujë rezervë në një radio me bateri. Po, edhe kutinë ndihmës parë. Ata e kemi, sigurisht. Po, edhe disa elemente themelore, macin elektrik dhe kozmen, dhe disa fasha kështu, ato jenë të përsaktuara me lesh. Është fatkeqësi që nuk i kanë as institucionet e lirë më qytetarët. Po, këtu desha të dalë, nëse ne nuk i kemi si qytetarë në shtëpitë tona, institucionet e vendit, a i kanë shkollat, a i kanë? Duhet i kenë. Duhet i kenë. Por me sa kom informacion, jo të gjitha i kanë. Edhe këtu duhet një lloj inspektimi më i madh tjetër nga ana komunave, nga ana e ministrisë. Duhet të organizohen rrjeti strehimoreve publike, sa shumë domethënës në këtë kohë. Kosova nuk ka një rrjet të organizuar të strehimoreve publike. Në Prishtinë ekzistojnë 4 strehimore publike, 2 janë ose 3 janë funksionale, kurse 2 të tjera nuk janë funksionale. Edhe ato të cilat nuk janë funksionale duhet të pastrohen dhe të dezinfektohen dhe të funksionalizohen sa më parë. Në të kaluarën këto kanë shërbyer spako për rreth 1500 persona në Prishtinë, që është një minimum, kurse mund të shfrytëzohen edhe bodrumet e shtëpive, garazhet dhe autoparkingjet, të cilat me disa ndërhyrje profesionale mund të ta kryejnë funksionin strehimore së përkohshme. Po gjitha këto duhet të jenë të organizuara. Koordinimi luan rol parësor. Nëse nuk janë të organizuara, funksionale, dhe nëse qytetarët dhe personat kompetent nuk e dinë vendin e tyre se ku të shkojnë, i bën që nuk është bërë asgjë. Duhet, do të thonë, një organizim duhet të inventarizohen gjitha këto, duhet të shenjëzohen, pastaj duhet të organizohen në çdo lagje, strukturat për shpëtim dhe mbrojtje. Kjo është kompetencë organeve komunale dhe agjencisë. Si veprojnë shtetet e tjera në rast se të ndonjë shpërthimi? Për shembull në Turqi ranë 2 raketa tasht sirish tazi, këta po thojnë rastësisht. Si veprojnë Turqia, si veprojnë Gjermania në situata të tilla emergjente, çka ndodh me qytetarët? Zhvillimit të shteteve. Shtetet më të zhvilluara janë shtetet nordike. Thot Finlanda, Norvegjia, Suedia, Zvicra po ashtu, edhe Europa perëndimore, të cilat strehimorët publike, bodrumet i mbajnë të gatshme 24 në 7 ditë. Do të thotë ato kanë mundësi ta përballojnë edhe një fluks më të madh të një situate të jashtëzakonshme, po thuaj se kanë vend strehime për gjithë popullatën. Kurse tek ne nuk kemi. Në vendet e Ballkanit çalon, veçanërisht në Kosovë, çalon shumë edhe në pjesën e Ballkanit të poshtëm. Në Turqi andej është një shtet i madh dhe ka edhe struktura tjera të mbrojtjes nga NATO, nga Austria, janë shtete të mëdha të forta, tani nuk mund të them detaje, por çdo shtet duhet ta ketë minimumin e organizimit. Do të thotë sepse organizimi është kompleks, nuk është vetëm aq e thjeshtë sa duket, sepse duhet të jenë strehimore, duhet të jenë ekipet e ndihmës së parë, duhet të jenë ekipet e emergjencës mjekësore në gatishmëri. Unë nuk di ose kam informacione që edhe shumë dobët është situata dhe në organizimin e ekipeve mjekësore në kuptim të emergjencave, në përballje me emergjenca, sepse duhet një plan i veçantë. Pastaj duhet të organizohet zinxhiri i ushqimit, i furnizimit të ushqimit. Duhet të saktohen prioritetet. Duhet në rast se kemi probleme me spitale, me ambulanca, me ku të shkojnë të sëmurë, duhet të jenë spitale të rezervë, të përcaktuara me kohë. Si kemi këto tjera të limo rezervat, Lole? Jo, Goxha mundoj që shteti duhet të ketë planet, duhet kemi planet të evakuimit quhen, ta dim se ku do të shkojmë, nëse ndodh diçka. Ku do të shkojmë? Ku me shku, për shembull, se na luftës këna dalë mal, qytetarë, s'kan pas ku me shku, ka kris lufta, krejt, domethënë ata që kanë përjetu luftën, e kanë përjetu edhe malin, ata që janë kanë në disa zona më të rrezikshme. Ku me shku qytetarët e Kosovës nëse sot ndodh diçka? Spore duhet të informohemi nga organet zyrtare. Është çdo qytetar duhet brenda mundësive të informohet nga organet zyrtare nëse ka informacione të sakta, ku të drejtohemi. Më thjesht është të drejtohemi në bodrumet e shtëpive, derisa të vjen informacione zyrtare se ku duhet të shkojmë. Pastaj duhet jemi të përgatitur si qytetarë spakur për të kemi rezerva ushqimore dhe ujit edhe gjitha këto që e përmenda më lart për 72 orë. Kjo është një minimum që aplikohet në çdo
shtetë dhe në çdo rrethon jashtëzakonshme. Për 72 orë çdo njeri, çdo familje duhet të ketë rezervë. Okej. Edhe ushqimore edhe të ujit. Sepse konsiderohet se për 72 orë derisa të vjen të organizimi i gjendjes së jashtëzakonshme, ushtrisë, policisë, shtetit, strukturave të mbrojtjes dhe shpëtimit, për t'i përcaktuar, për t'i transportuar, për t'i udhëzuar qytetarët, duhet jemi të përgatitur. Unë kërkoj që shteti, institucionet publike, institucionet komunale, organizatat qytetare dhe gjithë shoqëria ta ketë vëmendjen më shumë, sepse situata është duke agravuar në vende tjera dhe çdo parapërgatitje nuk bën dëm. Sepse Jo është pak e habitshme si është e mundshme që na tash 26 vjet prej lirisë mos me u përgatit për këtë çështje, kur agresorin e kena nder. Dhe çdo ditë institucionet tona thonë që këta janë të marrë veprime agresore, këta janë të marrë veprime të rënda karshit sovranitetit të Kosovës, sepse na mos me marrë si veprime. Po tani siç duket nuk ka qenë si thëm në Aq agresora. Apo jo, kanë nuk ka qenë qenë aq prioritet serioze. të institucioneve, por ka pasur mbi vendosje të kompetencave, se njëherë ka qenë KFOR-i, pastaj ka mbartën TMK, mbrojtjen civile, FSK, pastaj FSK është shumë mirë që është ndonjë. Nuk po besoj që KFOR-in na ka ndalu neve më u thon, më ia çun një letër informuese se çdo shtëpi, që kjo është ç'a duhet ju me bën në rast të ndonjë rreziku, qoftë natyror, qoftë rrezike nga dora e njeriut. Ata që mirën me këtë punë duhet të kenë edhe profesionistë, por ta kenë edhe vullnetin shumë të lartë. Do të thotë nuk duhet me prit më ndodh kriza që me marr masa, duhet paraprakisht me parandalu llojet e krizave. Unë bëj thirrje që institucionet të përgatiten, institucionet të krijojnë rezerva ushqimore të domosdoshme, institucionet të krijojnë rezerva mjekësore, stoqe të ilaçeve dhe aparaturave dhe banave tjera mjekësore, institucionet tjera të kryjnë detyrat që kanë të përcaktuara me ligj, të kryjnë këto paketat e ndihmës së parë, të kryjnë trajnimet që institucionet dhe objektet me rëndësi të veçantë ta kenë së paku një person i cili është i kualifikuar për emergjenca civile. Ajo do të ishte një ndihmë e madhe, sepse ai person do ta kishte rolin edhe të mbrojtësit të sigurisë në punë mbrojtjes nga zjarri, pastaj vënies së ndihmës së parë mjekësore dhe mbi të gjitha udhëzimet se çfarë duhet të bënte ata. Ka qenë paktën premtim edhe i zonës Arbria Nagafsi si ministre e arsimit që në vitin 2023-2024 të nisë lënda e mbrojtjes në shkollat tona, po kur nuk u implementu. A i shkon edhe si alternativ që na si gjenerata me u përgadit paka shumë në kodër që asaj lande për shtë gjana? Po, Kosova viteve të fundit ka përcaktuar mbrojtjen gjithëpërfshirëse quhet, domethënë strategjinë e mbrojtjes gjithëpërfshirëse ku gjithë populli do të jetë i gatshëm për të përballë me situata të jashtëzakonshme. Por kjo nuk duhet më mbetë në letër, kjo duhet më apliku. Faza e parë e aplikimit është këto që i thash më lart, kurse faza e dytë është edukimi i të rinjve. Është shumë i rëndësishëm. Unë dëgjova një kohë më parë, tha nuk prej ministrisë ishte një deklarat diku në media, dëgjova, tha nuk kemi kuadro. Unë e konsideroj këto një lloj neglizhencë ose të pavërtet, sepse kuadrot ekzistojnë. Do të thotë në Kosovë ekziston fakulteti për siguri publike, është në kuadër të Ministrisë Brendshme në Voshtri. Pastaj në Akademi Ushtarake janë edhe të tjerat. E duhet sa më parë që kuadrot të dalin dhe të ligjërojnë këtë lëndë, e cila është lëndë zgjedhore. Unë besoj se për një semestër, nëse ligjërohet në të gjitha shkollat e Kosovës, të rinjët tonë dhe vetë popullata do të jetë shumë e vetëdijshme për të marrë masa. Mirë, Lorek, faleminderit shumë që ke qenë së bashku me ne gjatë këtyre momenteve për të informuar shikuesit për këto Faleminderit për ju çështje kaq të rëndësishme. Gjithmonë.